mbajtjen e pa diskutueshme të premtimeve dhe unë zotova aty 3 gjëra: zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Jo vetëm ata që nxorën autokollonën me 13 maj, po dhe Beneti që hypte në tanket e tyre të blinduara, ata do dënohen që të gjithë para ligjit. Autostrada Shkodër, Milot dhe bypassi i Elbasanit ta mësojë gjithë Shqipëria do jenë 2 veprat e para publike që do ndërtojë qeveria e ardhshme dhe do të nisë punimet me njerë sa po të vinë pushtet. Zgjerimi i rrugës Moriçanit, investime tjera, po unë mana në këto objekte kryesore. Prandaj dhe ky është dhe fakti se pse Shkodra dhe shkodrant e kanë pritur me entuziazm idenë e Shqipërisë madhështore, e cila fillon me paketën e dhimbshurisë dhe pastaj vazhdon Made in Albania dhe projektet e mëdha Shqipëria e thellësisht high-tech. Tani jam i hapur për çdo pyetje. Isha Andon Kello nga ABC News. Pyetja e parë lidhet me një thirrje tuaj për deputetin Dashnur Sula. Ai ju përgjigj, por ju përgjigj me refuzim për t'ju bashkuar listave të Partisë Demokratike, madje duke theksuar se edhe partia ku do të shkonte, e Adriatik Lapajt, është një kurthi juaj për të mbledhur votat djatha